Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Keni probleme me gërhitjen, pini vetëm një filxhan nga kjo pije dhe do flini si qingj. Sa herë ju ka ndodhur të zgjoheni gjatë natës dhe të ndërroni vend apo të mos gjeni më qetësi, pasi partneri që keni krahas në ndonjë pjesëtar tjetër i familjes tuaj gërhet, me siguri me 10 herë, pasi është një ndër shqetësimet më të përhapura në botë. Sipas statistikave, rreth 55% e popullsisë në botë gërhet. Gërritja, ose siç njihet ndryshe në gjuhën mjekësore, rankopatia, shkaktohet nga ngushtimi i rrugëve të frymëmarrjes, gjë e cila rrit shpejtësinë e kalimit të ajrit nëpër to. Kjo lëvizje përshpejtuar krijon gjithashtu vibrime në fund të gojës dhe fytit, tingulli të cilave është pikërisht gërhima që ne dëgjojmë. Për fat të mirë, ekzistojnë shumë mënyra për të parandaluar gërhitjen, por nëse jeni në kërkim të një metode tërësisht efektive dhe natyrale, kjo është zgjidhja e duhur. Për të përgatitur këtë pije, juve do t'ju nevojiten një kokër limon, një rrënjë xhinxher, një mollë, një karrotë dhe 200 ml ujë. Lani fillimisht mollën dhe karrotën dhe më pas qëroni dhe kalojeni ato në frulator. Shtoni limonin, rrënjën e xhinxherit dhe vazhdoni me përzierjen derisa të bëhet e ujshme. Në fund bashkojeni me ujin e vakët dhe pijeni ato 2 orë para se të flini. Kurse ingredientet e tjerë përmbajnë vitamina A, C dhe E, antioksidant, përbërës me veti antiinflamatore dhe analgjezike, të cilat çelmojnë edhe mushkrit tuaja. Këto janë ushqimet që parandalojnë gërhitjen. Gërhitja është një problem për pjesën më të madhe të njerëzve. Mund të kthehet në një problem dhe në një shqetësim edhe për njerëzit rreth jush. Për fat të mirë, ju mund të shpëtoni nga problemi i gërhitjes me disa metoda natyrale. Gërhitja ndodh kur fyti juaj është fryrë duke bllokuar kështu rrugët e frymëmarrjes dhe rezultati sa herë që merrni frymë është pikërisht zhurma e gërhitjes. Këtu ju do të gjeni edhe listën e ushqimeve që ne do t'ju sugjerojmë. Mjalti. Mjalti është një ushqim fantastik për të parandaluar gërhitjen. Ai ka veti inflamatore që ndihmojnë në lirimin e rrugëve të frymëmarrjes. Mjalti gjithashtu funksionon si një kurë tërësisht natyrale e cila çliron dhe relakson fytin. Ju mundet që ta konsumoni atë në mënyra nga më të ndryshmet, një lugë çaj para gjumit, në ushqime apo me çaj. Qep. Qepët kanë veti të mëdha antiinflamatore dhe ato gjithashtu janë një ndihmës e mirë për çlirimin e hundëve të zëna, për personat të cilët vuajnë nga alergji apo ftohje. Kur hunda dhe fyti juaj janë të pastër dhe të lirë, ju do të mund të arrini të merrni frymë lirisht pa gërhitur. Mundohuni të fusni sa më shumë qep në regjimin tuaj ushqimor. Vaj ulliri. Merrni një lugë gjelle me vaj ulliri dhe pijeni çdo natë para se të flini. Vaji i ullirit lubrifikon fytin dhe zbut gërhitjen. Hudra. Njësoj si qepa, edhe hudra funksionon si një antibiotik çlirues për hundën dhe fytin. Përdoreni qepën gjithashtu si një pastrues natyral duke e shtuar në gatimet tuaja. Çaj. Të gjitha llojet e çajit do t'ju ndihmojnë në reduktimin e gërhitjes, veçanërisht çaji i hithrës. Çaji do të relaksojë trupin dhe mendjen tuaj para gjumit. Mund të përdorni çaj mali, mente, çaj jeshil apo llojin që ju gjendet në shtëpi për momentin. Kombinimi perfekt për një gjumë të qetë do të ishte nëse çajit ju do t'i shtoni edhe pak mjalt. Gërhitja është një problem i cili prek shumë njerëz në mbar botën. Zhurma e bezdishme e gërhitjeve gjatë natës prish gjithashtu gjumin e çdo personi me të cilin ndan në dhomën. Gërhitja nga ana tjetër ndodh edhe gjatë thithjes së ajrit dhe rrugët e frymëmarrjes. Zakonisht gërhitja konsiderohet si një çrregullim i gjumit, por sipas intensitetit mund të ketë pasoja serioze mjekësore dhe sociale.
Në botë gjenden produkte të pafundme kundër gërritjes, por shumica prej tyre nuk kanë rezultuar efikase. Ndonse nuk ka një kur mrekulli bërëse kundër gërritjes, duhet pranuar që disa ndryshime në stilin e jetesës dhe receta tradicionale dhe natyrale munden t'ju ndihmojnë në mbajtjen nën kontroll të saj. Kamomili. Vlerat anti-inflamatore të kamomilit janë pranuar gjerësisht. Rrjedhimisht kamomili ndihmon në ndalimin e gërritjes. Ai qetëson nerva dhe muskujt e fytit dhe ju ndihmon të flini më mirë. Si ta përdorni çajin e kamomilit kundër gërritjes? Merrni një lugë çaji me lule kamomili dhe hidheni në një xhezve me ujë të valuar. Lëreni për rreth 15 minuta. Kështu në saj të nxehtësisë, lulet e kamomilit do të çlirojnë substancat e nevojshme tek uji. Pasi t'i keni kulluar, mundet t'i shtoni pak mjaltë dhe ta konsumoni 30 deri në 45 minuta para se të flini. Mendra. Mendra lufton inflamacionin dhe ëndjen në membranat e shtresës së fytit dhe plegrat e hundës. Rrjedhimisht ajo promovon një frymëmarrje të lehtë dhe të qetë. Kurat me mendër funksionojnë mirë edhe për gërritjen e përkohshme që shkaktohet nga alergjitë, ajri i ftohtë apo i thatë. Vaji i ullirit. Vaji i ullirit është një anti-inflamator i fortë dhe qetëson të gjitha hindet përgjatë rrugëve të frymëmarrjes, duke ulur ëndjen dhe duke ofruar një kalim të paqë të ajrit. Ai gjithashtu përdoret edhe kundër pezmatimit të rrugëve të frymëmarrjes. Avulli. Bllokimet e hundës janë gjithashtu një nga shkaktarët kryesor të gërritjes. Një nga zgjidhjet më të mira kundër bllokimeve janë trajtimet me avull. Kardamom. Kardamomi është një produkt natyral që ndihmon në çlirimin e sekrecioneve dhe zhbllokimin e rrugëve të frymëmarrjes. Ai është efikas ndaj këtyre dy problemeve dhe rrugët e pastra të frymëmarrjes do të shkaktojnë më pak gërritje. Shafrani indis. Ai është gjithashtu një antiseptik natyral dhe antibiotik i fuqishëm. Shafrani indis mundet gjithashtu që të trajtojë inflamacionin dhe e pakson gërritjen e rëndë. Shafrani indis duhet që të kombinohet gjithashtu me qumshtin për të qenë sa më efikas kundër gërritjes. Kjo pije gjithashtu do t'ju ndihmojë që të merrni frymë lirisht ndërsa flini. Hithra. Nëse ju gërhisni në një periudhë të caktuar të vitit, kjo mundet të jetë si pasojë e një alergjie të stinës që shkakton inflamacionin e rrugëve të frymëmarrjes. Gërritja e përkohshme trajtohet me hithra, një barishte që lufton inflamacionin dhe luan rol kundër alergjive. Në qoftë se ju do të pini 2 ose 3 filxhan me çaj hitër në ditë, gjatë stinës së alergjive ju do të gërhisni më pak. Hudhra. Hudhra pakson akumulimin e mukusit dhe lufton inflamacionin në rrugët e frymëmarrjes. Në qoftë se ju gërhisni si pasojë e sinuzitit, hudhra do t'ju vinë në ndihmë. Përtypni 1 ose 2 thelpi hudhër dhe më pas pini një gotë ujë përpara se të flini. Do të keni një gjumë të qetë dhe pa gërritje. Mjalti. Lufton inflamacionin dhe pakson ëndjen dhe bllokimet në zonat e frymëmarrjes. Për më tepër, mjalti zbut fytyn dhe parandalon problemet e përmendura të cilat po ashtu shkaktojnë gërritjen. Duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse gjendja juaj është kronike dhe nuk ka asnjë përmirësim, më e mira që mund të bëni është të paraqiteni menjëherë tek mjeku juaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe e pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.